Gjendja në spitalin e Elbasanit. Një situatë e papranueshme dhe alarmante është denoncuar nga qytetarë të ndryshëm në redaksin ton. Spitali i Elbasanit është zhytur në errësirë totale për të dytën natë radhazi, ndërsa gjeneratorët, të vetmet pajisje që duhet të garantonin funksionimin në raste emergjente, nuk punojnë. Pamjet e dërguara tregojnë qartë ambientet e spitalit pas një ndriçim, ndërsa në sfond dëgohet nga qytetare që shpreh qetësimin se gjyshi i saj është shtruar për një ndërhyrje kirurgjikale urgjente për apandisitin. Ajo e përshkruan situatën si shumë skandaloze dhe të rrezikshme për jetën e pacientëve. Është nata e dytë që fiket drita në spitalin e Elbasanit, errësirë totale. Imagjino, dikush në sallë operimi apo në urgjencë, çfarë ndodh? Kjo nuk ndodh as në vendet më të varfra të botës, shprehet një nga denoncuesit. Kam gjyshe në reanimacion, për një orë, janë fikur dritat, as generatorët nuk punojnë. Gjyshi jeton vetëm fal aparaturave dhe ato janë jashtë funksionit. Mjekët po japin oksigjen në mënyra primitive, është tmerr. Çfarë po heqim këtu? Nuk ka emër, thot një tjetër qytetare. Kjo nuk është hera e parë që ndodh një situatë e tillë në këtë spital. Sipas qytetarëve, edhe një natë më parë ndodhi e njëjta gjë, duke rritur shqetësimin për sigurinë e pacientëve dhe dështimin total të sistemit shëndetësor në menaxhimin e rasteve emergjente. Nëse një pacient humb jetën për shkak të këtyre kushteve, kush do të mbajë përgjegjësi?